Punimet për ndërtimin e argjinaturës në zonën e Karavastas kanë përfunduar duke siguruar mbrojtjen e tokave bujqësore të Bedatit nga ujërat e Adriatikut. Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në rrjetet sociale, theksoi se kjo ndërhyrje garanton gjithashtu funksionimin normal të sistemit të kullimit drejt hidrovorit. Përfundojnë punimet për argjinaturën në Karavastaj që mbron tokat bujqësore të Bedatit nga ujërat e Adriatikut dhe garanton funksionimin e sistemit të kullimit drejt hidrovorit, theksoi Rama. Kreu i qeverisë bëri të ditur se po vjon puna për rikonstruksionin e plot për t'i dhënë zgjidhje të qëndrueshme në shërbim të fermerëve. Gjatë janarit, erët të forta deri në 8 ball krijuan dallk që rriten deri në 3 metra lartësi duke kapërcyer gjeneratorën e Karavastas dhe duke shkaktuar shembjen e saj. Mbi 70 metra gjeneratorë anore u gorryen dhe u shkatruan nga forca e detit, ndërsa ujërat e kripura vërshuan drejt lagunës së Karavastas dhe tokave bujqësore në zonën e Bedatit.